Me këtë përshëndetje dëshirojmë ta fillojmë gëzimin tonë të kësaj meshe, e që ky gëzim, kjo lumturi, ky shëndet të mbetet në ne shumë gjatë. Don Pren Kolla është një nga figurat më të spikatura të komunitetit shqiptar katolik në diasporë, që prej dekadash i ka kushtuar jetën shërbimit ndaj Zotit dhe kombit. Me origjinë nga fshati Bec i komunës së Gjakovës në Kosovë, ai u formua në një ambient ku besimi, familja dhe identiteti shqiptar përbënin shtyllat kryesore të jetës. Formimi i tij intelektual nisi me përfundimin e gjimnazit klasik në Subotic, në Vojvodinë, një etapë që ndikoi ndjeshëm në ndërtimin e mendimit të tij filozofik dhe human. Më pas, ai ndoqi studimet filozofike dhe teologjike në Zagreb, duke u përgatitur për misionin e tij jetësor si meshtar, një rrugë që do ta çonte përtej kufive të vendlindjes, në shërbim të shqiptarëve kudo që ndodheshin. Për më shumë se 20 vite meshtarie, Don Pren Kolla shërbeu në role të ndryshme pastorale, si kapelan dhe famulitar në disa zona, ndërsa paralelisht u bë një figurë kyçe për shqiptarët në diasporë. Ai shërbeu si udhëheqës shpirtëror në Austri, me qendër në Vjenë, si dhe në vende të tjera evropiane si Çekia, Slovakia, Hungaria dhe Norvegjia, duke qenë gjithmonë pranë komunitetit shqiptar, jo vetëm si prift, por si bashkues dhe frymëzues. Një nga periudhat më të rëndësishme të jetës së tij meshtarake ishte drejtimi i misionit katolik shqiptar në Austri, ku për 4 vite ai kontriboi në rritjen e jetës shpirtërore dhe kulturore të komunitetit. Në bashkëpunim me student, intelektual dhe aktivist shqiptar, ai arriti të forcojë ndjenjën e përkatësisë dhe të ruajë identitetin kombëtar në një mjedis të huaj, duke e kthyer komunitetin në një hapësirë të gjallë aktiviteti dhe bashkëpunimi. Pas kësaj përvoje, ai vazhdoi shërbimin në Zvicër dhe më pas në Kanada, ku sot drejton misionin katolik shqiptar Nën Tereza, në Toronto. Në një qytet multikulturor dhe me ritëm të shpejt jetese, Don Pren Kolla është shndërruar në një figurë qendrore për komunitetin shqiptar, duke krijuar një pikë referimi ku besimi, kultura dhe identiteti kombëtar bashkohen në një të vetme. Me një përkushtim të rrallë, ai ka arritur të bashkojë shqiptarë të gjitha besimeve, duke treguar se mbi gjithçka qëndron identiteti dhe vlerat e përbashkëta. Përveç rolit të tij si meshtar dhe udhëheqës komuniteti, Don Pren Kolla është edhe një autor dhe mendimtar i njohur. Ai ka botuar një sër veprash me karakter teologjik, meditativ dhe poetik, duke kontribuar në pasurimin e mendimit fetar dhe kulturor shqiptar. Përmes shkrimeve të tij, ai ka sjellë reflektime të thella mbi besimin, dashurinë dhe jetën, duke u bërë një zër i rëndësishëm në botën shpirtërore shqiptare. Figura e tij sot përfaqëson një model të veçantë të priftit shqiptar në diasporë, një njerëz që nuk kufizohet vetëm në altar, por që ndërton ura mes fesë, kulturës dhe identitetit kombëtar. Ai është një mbrojtës i palodhur i traditës, një zë i paqes dhe një udhëheqës që frymëzon besim dhe respekt në komunitet. Në një kohë kur sfidat e asimilimit dhe humbjes së identitetit janë gjithnjë më të pranishme, Don Pren Kolla qëndron si një shtyllë e fortë, duke ruajtur me përkushtim besimin, gjuhën dhe traditat shqiptare. Mesha e Pashkës këtë vit mblodhi qindra besimtar katolik shqiptar në një atmosferë të mbushur me dritë dhe shpresë, ku fjala e Don Pren Kollës, e ngrohtë, e thellë dhe plot dashuri për Zotin dhe për njeriun, u kthye në një melodi shpirtërore që prek zemrat në çdo mesh. Në mesazhin e tij, ai theksoi rëndësinë e paqes, dashurisë dhe bashkimit, duke i ftuar besimtarët të jetojnë këto vlera jo vetëm në fest, por në çdo ditë të jetës. Paqja e Zotit qoftë përherë me ju.